qëllim të promovoj konkurencën, transparencën, të inkurajoj qeverisjen e hapur e të përfshijë sa më shumë qytetarin në programet dhe projektet zhvillimore të zonës ku jeton. Por sa të informuar janë qytetarët, sa janë të pranishëm në proceset vendimmarrëse. Ne do të flasim gjërësisht me të ftuarin tonë, zoti Gerti Shella, drejtori InfoChip. Këtë radhë nuk do të flasim në fakt vetëm për qytetarët shqiptar, por për një studim që përfshin edhe ato të Kosovës e Serbisë. Na ndiqni. Mirëmëngjesi, kënaqësi që të kemi në studio. Kënaqësi për mua. Edhe herë të tjera në fakt, Qendra për çështjet e informimit publik ka bërë mjaft studime sa i përket transparencës në qeverisjen vendore, po ashtu edhe në atë qeverisjen qendrore. Këtë radhë duket se studimi i ka përcen kufijt, përveç Shqipërisë, Kosova dhe Serbia. Çfarë u shtyu? Është e vërtetë. Në fakt ishte një bashkëpunim ose më saktë në një takim vjetor midis partnerëve që mbështeten nga Olof Palme Center, të kuptoni më mirë përse në këtë rajon, po themi, shtetasit, se jo vetëm në Shqipëri, ky nuk është një fenomen shqiptar, po dhe më gjërë, e kuptojnë kushtetutën, e kuptojnë ligjin, e kuptojnë dimensionin apo atë, le të themi, kushti për një qeverisje të mirë që është pjesëmarrja në vendimarrje, por nuk e ushtrojnë atë. Duket sikur të dhënat që kanë dalë nga ky studim janë mjaft interesante edhe për na dhënë të kuptojmë që ka një diferencë, sidoqoftë midis fjala vjen Shqipërisë apo Serbisë, ka një ngjashmëri midis Shqipërisë dhe Kosovës, ka, po themi, elemente të cilët na japin të kuptojmë që në të gjithë rajonin kuptohet dimensioni i pjesëmarrjes, kuptohet vendimarrja me pjesëmarrje, sikurse e quajmë neve, por nga ana tjetër përsëri janë shumë prezent instrumentat që në raport me një çështje apo në raport me një problem, më shumë se sa të aktivizohet mekanizmi, aktivizohet ajo që ndoshta ne ballkanësit na karakterizon, ne duam të trokasim në një derë, duam të ulemi të flasim me një person që njohim, me një person që mundet në gjykimin tonë ta zgjidh hallin që mund të kemi, dhe me sa duket kjo akoma funksionon. Pra, kemi një përpjekje për të qenë pjesëmarrës dhe për ta referuar problemin. Kemi një njohuri mbi mekanizmat ligjor apo mbi garancitë kushtetuese dhe ligjore që ekzistojnë, por përsëri vazhdojmë trokasim dhe i themi dikujt që njohim apo një politikani që na përfaqëson apo një këshilltar i bashkiak që kemi këtë problem, ju lutem mundohuni të na e zgjidhni. Në Serbi duket se kjo merr më shumë zgjidhje. Do t'i flasim gjërësisht më pas të gjitha gjetjet, po na shoqëron ndërkohë në fond. Ky është, le të themi, ajo që përmbledh në formatin më ballkanik të gjitha shqetësimet apo kuptimin e përbashkët që kanë në Serbi, në Kosovë, në Maltëzi, në Shqipëri, ajo që do duhet të ishte fenomeni pjesëmarrjes, pra ishte për t'u habitur në ndërveprimin që patëm me partnerët që për ta bërë të thjeshtë dhe të shkrifet bisedën sepse jemi në mëngjes, njësoj sa ç'është shqetësim këtu, për shembull fakti që rrugëve ka qenë papronare dhe që shpeshherë kthehen në rrezik, madje më larg se pardje, një njeri i njohur i joni pati një agresion fizik të plot nga një, po themi, qenë rrugësh, është i njëjti shqetësim që ndihet në Kosovë, edhe në Tiranë. Në Serbi shqetësimi është shuar deri në bashki, bashkia duket se i ka dhënë një zgjidhje dhe ndoshta kanë përshtypjen kjo jep edhe ato që do të duhet të ishte mënyra më e mirë që problemi të merret nga rruga të çohet aty ku merret vendimi dhe kjo punë të zgjidhet mirë për të dyja palët, se edhe ata qend duhet vend ndoshta në një qendër të posaçme ku të mund të ushqehen dhe të mund të trajtohen. Në fakt në Bashkinë e Tiranës kishte një nismë për t'i vaksinuar, gjithsesi e kemi jashtë fokusit të bisedës, le të mbetemi sërish tek studimi që keni bërë. Cila është metodologjia e përdorur për anketimin? Ne bëm një kampionim modest, nuk është një kampionim i cili do të shkonte në rangun e 500 apo 1000 të intervistuarve për çdo shtet. Janë marrë, në mos gaboj, 300 në Serbi, 200 në Shqipëri, ku prej të cilave 100 kanë qenë të intervistuar në Tiranë dhe 100 në Vlorë. Gjej këtu rastin të përshëndes Qendrën Rinore Vlore, e cila me shumë përkushtim e çoi përpara të gjithë iniciativë, edhe për të na dhënë neve brenda Shqipërisë tashmë për të kuptuar se ku kam shumë aktivizëm, nuk kam shumë aktivizëm në Tiranë, kam shumë aktivizëm në Vlorë dhe këtë nxjerrin edhe të dhënat e këtij studimi. Me sa duket aty ku kam shumë komunitet, kam shumë aktivizëm, kam shumë përcjellur metropolet, qytetet e mëdha të këtyre vendeve. Në Serbi nuk ka qenë Beogradi, ka qenë Nishi, që është pak a shumë si Vlora në raport me Shqipërinë, dhe të dhënat e Tiranës nuk dalin më mirë se sa në këto qytete ku ka një, si thua, bllok komunitar, le ta themi, dhe një njohje në raport
raport me problematikën që shkon edhe adresohet përmes Tirana është metropolitane, Tirana është e përbërë nga shumë, si thua, nga shumë shtresa që kanë interesa të ndryshme në raport me pushtetin, nuk janë amalgamuar akoma, nuk janë të lidhur me sa duket akoma. Megjithatë, kemi akoma shumë punë për të bërë. Aq më tepër në kushtet e reformës territoriale, duket sikur kanë filluar të dalin dhe problemet e para, sepse vendimarrja merret për të normuar sjelljen në të gjithë territorin jurisdiksional të bashkive, por siç e keni vënë re edhe juve, për shembull, një konsultim i caktuar thirret nga kryetari, nuk duhet thirret nga kryetari, është këshilli që normalisht normon procesin e konsultimeve, aty harmonizohen interesat e të gjitha shtresave dhe pastaj duket sikur ka një shije të faktit kryer. Më lejoni të referoj përpos këtij studimi edhe një studim tjetër të lançuar përpara disa ditësh që ka të bëjë me besimin e qeverisë apo në institucionet qeverisë. Në Shqipëri ne vazhdojmë të administrojmë një rënje të vazhdueshme të besimit në qeverisje. Thënë kjo, kur flasim për konsultime, kjo është ndoshta bariera kryesore. Përse do shkoj të flas me atë kur ai do thot, pra do më dëgjoj mua dhe do bëj si di vet. Ne mund të kalojmë me grafikët e përdorur për këtë çështje. Para se të nisi shpjegimi, zotërisht duhet t'ju pyes, pyetjet janë fokusuar për qeverisjen lokale apo edhe atë qendrore? Pjesëmarrja në fakt nuk e diferencon qeverisjen lokale, por duke qenë se ne morëm qytetet të cilat kanë qeveritë e tyre dhe sot edhe Shqipëria ka qytete të mëdha me qeveri të fuqishme vendore, ajo shkon më së shumti për qeverisjen vendore. Vetë fjala pjesëmarrje është më shumë e promovuar, të themi, në ligjin për pushtetin vendor sesa në ligjin për Këshillin e Ministrave apo për Parlamentin. Për këtë fundit mund të pyesë diçka më pas, sepse ne kemi konstatuar disa probleme në raport me konsultimin, sepse ka një paradoks, ha vetëm një parantezë për të kthyer te shifrat që i kemi në slajde të propozuara nga regjia. Shqipëria ka një ligj për konsultimin publik. Kuvendi është ndër ato institucione që duke bërë ligje e ka të nevojshme të therras konsultimin. Konsultimi thirret, por ligji thotë që ky konsultim duhet të jetë i protokolluar. Për fat keq, konstatoj edhe e them personalisht dhe me përgjegjësi të plot, jo thjesht si përfaqësues si një organizate që normalisht ka qenë edhe ndër, si thua, hartuesit e ligjit për konsultimin publik, nuk mbahet protokolli i konsultimit. Domethënë ne vëm flasim ligji për ku do di unë kodin civil, kodin procedurës civile, konsultime të mëdha në kuptimin e plot fjalës më të mira s'bëhet. Fjalë që mbeten në ajër. Hidhen mendime të vyera dhe këtë e kuptuan vetëm përpara ca kohësh kur një kryetar i gjykatës së apelit në mos gaboj Vlorë, thotë pasi hodhi poshtë një numër të madh pra si ngriti ajo disa shqetësime për të mbajtur parasysh në hartimin e këtij dokumenti shumë të rëndësishëm, moderatorët thanë, mirë, dakord, kur të shkonin ai nisti me shkrim dhe ne i marrim. Po pse nuk po dokumentohet ky proces? Imagjinoni, jemi në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ku është gjithë infrastruktura e domosdoshme për të ndërmarrë një proces konsultimi që protokollohet. Ligji parashikon madje që këtë protokoll mund vemi ne si gazetar ta marrim dhe të shpeshherë kjo ka qenë problematikë edhe në gjykata. Për këtë arsye, si mund të therrasësh konsultime dhe të mos kujdesesh që domethënë ndër ato qindra sekretare që ka Kuvendi të mbahen minutat. Në fund të fundit qëllimi i konsultimit është të merren në konsiderat propozimet, sugjerimet e të mund të vijnë në zbatim. Dhe pikërisht, jo vetëm për këtë, por edhe le të themi që një konsultim thirret edhe për ta ndihmuar vendimarrësin. Vendimarrësi nuk di gjithçka. Madje një vendimarrës që di gjithçka nuk është i vendimarrës i mirë. Sa ai do merrte vendime me gjas për veten e vet, edhe ne na mbron në një farë kuptimi ignoranca e vendimarrësit. Kështu që thëriten konsultimet, përveç se është një detyrim ligjor, ato duhet protokollohen. Madje ligji për drejtën e informimit publik, edhe ligji për konsultimin publik, ka parashikime të sakta që protokolli i seancës konsultimit është dokument zyrtar dhe ai mund t'i nështrohet, pra ne duhet vemi, mund ta marrim, bëjmë kërkesë për ta marrë dhe disponojmë. Për mos thënë që duhet dalë në një regjistër dhe të jap mundësi gjithë secilit që të shoh nëse janë mbajtur parasysh apo jo. Për një nivel tjetër diskutimi shumë lart. Imagjino pjesën e qytetarëve. Po, tani qytetarët formalisht apo jo formalisht janë qytetarët për të marrë pjesë. Vetë fakti që qytetarët tanë vënë dhe po t'i keni dëgjuar përfaqësuesit janë të lodhur nga bezdisja e qytetarëve, tregon që ata duan të konsultojnë një mendim, duan ta çojnë në drejtimin e duhur. Me sa duket diçka ndodh në ato, si thua, forumet hermetike ku bëhet vendimarrja dhe pavarësisht se çfarë thonë qytetarët dhe pavarësisht çfarë thotë shoqëria civile, përgjithsisht shkon në favor të një grupi apo në favor të një interesi që na zën në befasi. Por për të kthyer tek sondazhi, atëherë jemi pikërisht në momentin kur sa të vetëdijshëm janë qytetarët se
Në fakt, pjesëmarrja në vendimarrje është një drejt kushtetuese e tyre. Patjetër, niveli më të lartë në këtë vedije qytetare që është e drejt kushtetuese pjesëmarrja e ka Serbia, sipas të dhënave që ka mbledhur ky studim rajonal, dhe siç e shikoni edhe vetë, Shqipëria vjen në vendin e fundit. Pra, si thua, kemi punë akoma për të punuar një çik më shumë për ta theksuar atë që përbën një sjellje qytetare, pra një të drejtë për të pjesëmarrë në vendimarrje. Serbia është 94%, ndërkohë që Shqipëria është 61%. Në rajon, vedia për të pjesëmarrë në procese vendimarrëse është 78%, nuk është një pjesëmarrje, nuk është një vedije e keqe, megjithatë neve shikojmë veten tonë të renditur jo mirë në pozicion në raport me këto tre vende që si thua ndajmë aspiratat përbashkëta, ndoshta jo ai shumë tipologji, po të paktën me Kosovën. Pra Kosova është më e vetëdijshme se ne për të qenë pjesëmarrë në një shtet i ri, ne jemi 705 vjeçar. Kalojmë te një tjetër grafik. Kur vjen puna për të bërë një deklaratë pra, le të supozojmë që vendimarrja e mirë shkon drejt për drejtë në favor të një cilësie më të mirë të jetesës, sidomos në nivel vendor. Dhe duket sikur pak a shumë vendet e rajonit në këtë drejtim, ndoshta duke përjashtuar paksa Kosovën, e cila nuk e lidh aq shumë, po themi, pjesëmarrjen apo vendimarrjen e mirë me cilësinë e jetës së saj, dhe ndoshta kjo referuar edhe kushteve specifike. Ata janë akoma një quasi protektorat, edhe në këtë pikë ata janë detyruar që më shumë të hedhin bas tek vetvetja sesa tek autoritetet e tyre përfaqësuese. Por në vendet e tjera duket se kemi të njëjtën shifër pak a shumë, pra 76, 85. Besohet në Shqipëri që ka një, po themi, pjesëmarrje më të lartë, pra njerëzit e besojnë që cilësia e jetës së tyre varet shumë nga mënyra se si domethënë vendimarrja i merr parasysh apo jo ato, është 85%. Megjithatë këtu kemi një grafik të ngarkuar që ndoshta edhe nga pikpamja televizive, domethënë mund të rini minuta të tëra për të shpjeguar këto. Ka një grafik pas kësaj, në mos gaboj, nëse regjia na ndihmon. Kalojmë ndjekim. Po, dhe ndoshta janë vetëm ato grafikët atëre. A keni pasur ndonjëherë ndonjë çështje për të zgjidhur me qeverisjen? Shikoni, në Serbi për shembull 57% të pyeturve kanë thënë po, kemi pasur çështje. Në Shqipëri janë 41% e atyre që përgjigjen po, kemi pasur çështje të cilat duhen zgjidhur, dhe në Kosovë, çka verifikon edhe atë që tham pak më sipër, vetëm 26% e njerëzve të intervistuar nga ky sondazh thonë që kemi pasur çështje dhe jemi munduar ta zgjidhim. Çfarë tregon ky? Shikoni, demokracia ka një tipologji shumë interesante, deri diku paradoksale, ashtu edhe demokracia vendore. Përgjithsisht ekziston një lidhje shkaksore që sa më shumë demokratik të jetë një vend, aq më të pakënaqur në raport me potencialin dhe zhvillimin e potencialit shoqëror apo ekonomik janë njerëzit. Kështu që priremi të mendojmë që aty ku ka pakënaqësi, aty në fakt ka një vedije mbi potencialin demokratik. Ka një diskutim më të gjerë. Për shembull, në një kohë tjetër ne po na pyesin ta jetoni mirë, besoj me gjasë do thoneshin të gjithë që jemi shumë mirë, nuk kemi probleme, por ama nuk ishim demokratik. Kështu që edhe në këtë sondazh, në këtë vlerësim rajonal që është bërë, duket sikur ne qëndrojmë në mes, si Shqipëri. Serbia ka më shumë pakënaqësi, por nga ana tjetër ato thonë që jemi më të pjesëmarrë, sepse duket sikur pakënaqësia çon automatikisht drejt gjetjes së mjeteve për të bërë pjesë aktive, për t'u imponuar edhe në rast kur qeverisja nuk të ofrohet. Eksakt. Kështu që është e thënë në një mënyrë tjetër, pavarësisht se fjala pjesëmarrje tingëllon goxha moderne në thelb, është një mënyrë për ta marrë vetë situatën në dorë, sepse rrugë tjetër nuk ka, nuk mund t'i lihet atyre një çështje që është, po themi, e rëndësishme për mua, dhe në këtë pikë ata zgjedhin të futen dhe të marrin pjesë në qeverisjen e tyre. Një nga mënyrat më të rëndësishme për t'u imponuar qeverisjes është referendumi. Në Shqipëri ka mjaft probleme, është diskutuar së fundmi, është hedhur mjaft ideja nga konstitucionalist, ju vetë si qendër Infochip e keni ngritur fort, se në Shqipëri edhe pse ka një parashikim ligjor, se 50.000 qytetarë shqiptarë me të drejtë vote mund të kërkojnë shfuqizimin e një ligje, po ashtu edhe anullimin e një projekti që nuk i knaq interesat e tyre
duke shkuar drejt referendumit, në fakt praktikisht është thuaj se e pamundur të mbërrihet deri në një zgjidhje të tillë. Është shumë e drejtë. Shqipëria ka garanci kushtetuese. Neni 2 i Kushtetutës thotë që sovraniteti i popullit ushtrohet me përfaqësim ose në mënyrë të drejtë për drejtë. Kur themi në mënyrë të drejtë për drejtë, kemi parasysh procesin apo mekanizmin referendar. Për fat keq, disa dispozita atavike, pra të vjetruara tashmë, gjenden akoma në kodin zgjedhor, një ligj i cili presupozohet që mund ta normonte këtë proces me kalimin e kohës ka ardhur duke u shpërbër. Pra Shqipëria sot, sikurse e kemi faktuar edhe një tryezë që Infochip bashkë me aktorët kryesorë të shoqërisë civile thirrën së bashku në 15 nëntor të vitit të kaluar, nuk ka një kuadër ligjor mundësues për të zhvilluar referendume. Fakti është që në 2-3 tentativa të rëndësishme, sikurse ka qenë ajo e Akipit për ndalimin e importit të plerave, ka qenë i gjithë vullneti shoqëror i shoqërisë për të mbledhur firma dhe për të shkuar drejt referendumit, por ai, siç ne jemi tashmë në Djenin, nuk u zhvillua kurrë, ka patur vetëm një referendum lokale apo përpjekje lokale për petroliferën në Vlorë dhe ajo nuk mori dot zgjidhje për shkak të pamundësisë, pra ligji as vendor as qendror nuk e mundsonte këtë gjë. Në Shqipëri ka patur vetëm një referendum që është një plebishit, më shumë se sa një referendum, ai kur u miratua kushtetuta dhe mandej historia pra stopon. Dhe një referendum i hershëm, mos gabojnë vitin 93-4. Një tentativ për referendum ka qenë ajo për ndryshimin e formës së regjimit, por asaj i dha përgjigje kushtetuta, sepse kushtetuta për të cilën u kërkua të bëhesh ai referendum nuk u bën në 94, por u rimor si projekt në vitin 97 pas trazirave të marsit të 97-s. Përsëri edhe këtu duhet thënë që duhet konsensus i partive të mëdha, le të themi larg qytetarëve për të ndodhur një referendum në këtë rast. Nëse i referohemi kushteve në të cilat jemi. Aktualisht, grupimi shoqërisë civile që unë përmenda është duke hartuar legjislacionin e duhur në mënyrë që Shqipëria të ketë më së fundmi një ligj për referendumet, është një ligj i domosdoshëm, nisur kjo edhe nga rënja drastike e besimit apo e nivelit besimit tek institucionet qeverisëse. Shpeshherë, njësoj se me pjesëmarrjen apo me konsultimin duhen marrë gjërat vetë në dorë për të çuar ato përpara. Me ndryshimet e fundit kushtetuese kemi prekje të normës kushtetuese për referendumin. Në Shqipëri është i legjitimuar referendumi shfuqizues, e thënë thjesht, kemi një ligj apo kemi një akt të saktuar i cili ka marrë tashmë firmën dhe është futur në regjimin, është hedhur në domenin e qarkullimit juridik të brendshëm. Në këtë pikë mund të thirret një referendum për të bërë shfuqizimin e këtij akti. Po ashtu kemi një referendum plebiscitar, në kuptimin që fjala vjen kur kemi prekje të kushtetutës, ku vendi mund të therrasë gjithashtu një referendum për të adoptuar ato. Ne po punojmë që të kemi një format referendar edhe kur palët politike të cilët janë qysh tashmë të konsumuara shumë nga mosbesimi dhe nga mosmarrveshjet, nuk e kanë dakordsinë për të shtyrë përpara një proces legjislativ, ta kthejnë çështjen në popull, sepse ato vetë në fund të ditës ju është deleguar një pushtet për të se ndërtuar me vullnetin e tyre ligje, kur ky vullnet nuk mjafton për të bërë ligje, atëherë vullneti kthehet sërish në popull dhe përmes referendumit është ky i fundit që zgjidh çështjen. Po marrim diskutimet më të shumta i mori reforma në drejtësi, u diskutua mjaft për mundësinë e mbajtjes së një referendumi, meqense palët kryesore politike nuk po gjenin një konsensus e në fakt nuk ishte e mundur të bëhej. Kishte mjaft pengesa vetë ligjore, edhe pse ka një parashikim kushtetues, sanksionohet në kushtetut e drejta për referendum. Drejta për referendum është e sankcionuar në kushtetut, por pavarësisht se neve kemi dhe dispozitin që kushtetuta është e zbatueshme vetvetiu, ajo kërkon detajim ligjor, vetë ligji nuk është i zbatueshëm vetvetiu, kërkon detajim me akte nënligjore. Për më tepër, procesi referendar detyrimisht shkon edhe në si thua ndërtimin e mekanizmave, pra si thua është një proces sektorial nga pikpamja ligjore, sepse aty implikohet Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, më falni, është KQZ e cila duhet administrojë një pjesë të procesit. Aktualisht KQZ në mënyrën pra pikë së pari ka pranuar domosdoshmërinë për të pasur një ligj për referendumet, madje më falni, në daljen e tij të parë si kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ka kërkuar me eventin kombëtar për referendumet, zoti Dener Biba ka kërkuar dhe ka njohur si thua domosdoshmërinë për të nxjerr tashmë dhe nga Kodi Zgjedhor ato pak dispozita pa lidhje që janë në raport me referendumet dhe të shkohet drejt një kuadri ligjor shumë më tepër rregullator. A keni pasur pjesë të studimit si paraqitet raporti qytetar me referendumin, të drejtën për referendum në Kosovë dhe Serbi, teksa në Shqipëri thuaj se është një mision i pamundur? Jo, nuk ka qenë tamam pjesë pra vlerësimi i situatës referendare.
fakti është që në Kosovë ka një, po themi, kuadër ligjor për referendumin. Mos shkojmë larg, sepse domethënë nuk do ishte Kosova apo Serbia shembulli për të modeluar neve nevojën tonë. Le të shkojmë në Itali përballë, apo le të shkojmë në Greqi që e kemi përsëri fqinj dhe që janë fqinj të përparuar dhe jo në këto tallazet midis to be or not to be, sepse pak a shumë mund ta themi për këto tipologji shtetësh, jo më larg se dje për parantezë dëgjova që ka një vlerësim tashmë që Bosnia mund të shpërbëhet, Maqedonia mund të shpërbëhet, kështu që le të shkojmë në ato shtete të cilat e kanë qëndruar e kanë fiksuar konsistencën e tyre. Në Itali për shembull, u thirr një referendum i rëndësishëm. Ishte një moment kulmor i demokracisë, referendumi pati një rezultat, ai rezultat pati pasoja, Matteo Renzi më pas u detyrua të dorëhiqet. Jemi në pritje të një referendumi të rëndësishëm, po para tij ishte referendumi në Britani për Brexit. Kemi një referendum të rëndësishëm në Turqi që pritet të zhvillohet në këto 2-3 javët në vijim. Sikurse e shikoni, pavarësisht të gjithave, instrumenti qëndron, instrumenti funksionon në shtetet tona ku ne modelojmë edhe praktikën tonë të brendshme. Ne duam të kemi një kuadër ligjor për referendumet gjithashtu, do të jetë i fortë, do të jetë garantues, do të jetë mundësues, nuk do të jetë një kuadër ligjor i cili këtë herë do të vijë sa për të thënë që e kemi ligjin. Ne jemi kundër kategorikisht, po themi, këtyre masave të dobta. Fjala vjen, ligji për konsultimin publik është një masë e dobët, është një ligj i cili nuk funksionon, është një ligj që nëse do të kisha patur parasysh, nëse do të kishim patur parasysh qëllimet e fillimit me atë që ligji ka mundësuar sot, ai ligj duhet grisur pa hezitim fare dhe duhet bërë nga Komisioneri para. për të drejtën e informimit ka vënë theksin tek ashpërsimi i sanksioneve, ndëshkimi në rastet kur pushtetarët, qoftë vendor, qoftë ato qendror, për veçanërisht njësitë vendore, nuk e zbatojnë të drejtën për informim. E drejta e informimit është pastaj nuk bëjnë transparencën e duhur. E drejta e informimit është një kategori tjetër. E drejta e informimit shkon si thua bie në gjurmën e ligjit 119/2014 dhe ky një ligj shumë i rëndësishëm. Nëse do të mund të shprehesha për të bërë një krahasim, pra duke e vendosur në një peshore ligjin për konsultimin publik dhe ligjin për informimin publik. Ligji për informimin publik është nga ligjet më të mira që ka rajoni. Ne kemi ligjin më të mirë në rajon për informimin publik. Është klasifikuar si ligji ndoshta i 5 apo i 6 më i mirë në botë dhe kjo është një përparësi e jashtëzakonshme që neve kemi krahasimisht me Serbinë, Maqedoninë, Malinezinë, ndoshta edhe Greqinë. Zbatueshmëria shkon në vlerësimin e vjetshëm që ne kemi bërë, shkon diku rreth 20, maksimumit 30%. Ka përpjekje të rëndësishme sepse neve kemi, sikurse ju e thatë, një autoritet mbikëqyrës për ligjin për të drejtën e informimit publik, i cili në disa raste në dijenin time ka aplikuar dhe sanksionet, pra janë gjoba të cilat kanë shkuar në jo institucionit, por personit përgjegjës për lëvrimin, pra dhënien e informacionit. Është një moment kritik sepse më falni, ne duhet të bëjmë çmos që në vlerësimin e dytë, ose më saktë lutemi që në vlerësimin e dytë të konstatojmë progres krahasimisht nga vlerësimi i parë. Shoqëria civile është e përkushtuar, pra ka një prirje sepse është dhe një instrument që tamam është dizenjuar për të qenë në dorën e tyre, nuk është një instrument që shkon për të përdorur nga zëvendësministri. Kemi pasur dhe pjesë të anketimit se cili është roli i shoqërisë civile, do ta kemi më pas, jemi në momentin se si rezulton kontakti me përfaqësuesit e qeverisë. Cilat janë mënyrat? 54% është le të themi aksesi tek përfaqësuesit e qeverisë në Serbi, 74% në Shqipëri dhe 39% në Kosovë. Këto janë të dhëna shumë interesante. Vërtet, pra shikoni, në Shqipëri është më rahat të takosh kryetarin e bashkisë? Kjo e dhënë, neve na jep të kuptojmë që mjedisi mundësues i konsultimit, i vendimarrjes me pjesëmarrje, nuk është i mjaftueshëm. Njerëzit vazhdojnë ose të ikin për inerci pro zakonit të tyre që kontaktonin të zgjedhurin, ose sepse nuk kanë besim që mekanizmi ligjor mund të çojë punën e tyre përpara. Shpesh hallat janë të përditshmërisë edhe duan të marrin një zgjedhje të tillë. Në Shqipëri ne marrim telefon përfaqësuesin ton. Vetë përfaqësuesit tanë kur dalin në zgjedhje hynë me grupin e tyre, me çetën e tyre në ndonjë vend apo me brigadën e tyre, kështu që mbështetësit ndoshta më mirë se çetë. Si thua është një organizim sa horizontal, pa aq edhe vertikal, kështu që kjo ishte një e dhënë befasuese e këtij studimi rajonal. 74% e shqiptarëve më parë se preferojnë që të si thua çojnë një kërkesë, të çojnë një propozim, një rekomandim, ata marrin kontakt direkt me një përfaqësues. Që kryesisht është deputeti në këtë rast apo kryetari i bashkisë? Kryetar këshilli, antar këshilli, kryetar bashkie, deputet ministër, drejtor drejtorie, pra shkon si thua në kontakt njerëzor më shumë se sa në kontakt institucional. Pra nuk është një kontakt i formalizuar.
kjo ndoshta e bën edhe disi i zbeh. Po të presësh mund do them, do të flasësh shqiptar në këtë pikë që unë besoj shumë tek, pra një marrëdhënie e mirë është një marrëdhënie që implikon kontaktin njerëzor. Qeveria sot në Shqipëri po bën diçka të kundërt, kërkon ta ndaj kontaktin njerëzor nga zgjidhja e problemit. Është ky programi i madh i Bankës Botërore, front office, back office. Unë mendoj që ne do të humbasim aty, por nuk dua të jem negativ që në mëngjes sepse Kalojmë në një tjetër grafik, në grafikun vijues. Këto janë rrugët, mënyrat se si kontakton përfaqësuesit, zyrtarët. Në Shqipëri, domethënë ne I kontaktojmë personalisht 52% të agentuarve dhe kur them 52 nuk kuptoni, domethënë në Tiranë dhe në Vlorë, dhe besoj që këtu kap një tipologji shumë të bukur. 52% të pyeturve thonë që mënyra më e mirë është ta kap vetë personalisht. I bien telefonit e presin aty. Sigurisht ata kur e gjejnë veten keq dhe ne e dim tashmë faktin, ndryshojnë numrin e telefonit po jo ky është shkaku, sepse shqiptarët duan t'i kapin ata personalisht. Do të thënë është mirë, është keq, nuk di ta them, por për shembull Nëse do të ishte në rastin e medias, pra që të ngrini një shqetësim në media, në Serbi për shembull 9%. Me që thënë në Serbi 76% kanë kontakt personal. Po, domethënë janë edhe më shumë se shqiptarët. Por nga ana tjetër, shikoni, 32% është në Shqipëri. Pra, në Kosovë është 30%, pra shkojnë personalisht 30%, edhe për arsyeën që tham, të paktën po bëj një interpretim në si thua në mundësinë time apo në mënyrën se si unë e kuptoj, dhe po 30% shkojnë në media, ndërkohë që përmes NGO-ve dhe aty ka një është interesant. Shumë interesant. Ndoshta vakumi institucional, mungesa institucioneve të konsoliduara kosovare dhe gjendje le të themi përgjigje nëpërmjet organizatave. Në Kosovë, edhe për shkak të rrethanës që si thua ka një prezencë të shtuar ndërkombëtare, qeverisja është njëra formë institucionale e ushtrimit të pushtetit dhe organizimi në shoqërinë civile është njëra formë për të ndërtuar vetë media shoqërinë civile në një kuptim, pra duhet të kuptohemi. Por si thua në rastin konkret të ndarje I referohet organizatave të shoqërisë civile, mirëfilli. Organizatave jo fitimprurse. Në fakt e shihni në plan afat mesëm ose afat gjatë. Si një element I mirë këtë që shoqëria civile në Kosovë është më aktive. Unë shoh këtë të tretën përmes avokatëve. Shikoni sa interesante është. Po lind një trend I ri në mënyrën se si çohet përpara një problem apo për të marrë një zgjidhje eventuale. Po kjo çon drejt formalizimit. Zbe kontaktin njerëzor që tham pak më parë. Ne po shkojmë drejt një faze të re të mënyrës se si ndërtojmë ndërveprimin me qeverisjen për të marrë atë çfarë ne mendojmë që qeverisja duhet na sjell apo duhet na jap. Në gjuhën teknike quhet advokasi civile, që domethënë një grup I interesuar për zgjidhjen e një çështje të caktuar, që mund të jetë çfarë do lloj po themi karakteri, shkon dhe nënkontrakton një studi avokatore apo një avokat dhe ata marrin përsipër ta shtyjnë përpara procesin përmes rrugëve ligjore apo instrumentave ligjore. Mungesa e besimit tek institucionet? Janë shtëruar të gjitha mjetet, dhe gradualisht është duke u përdorur ai që mund ta quajmë resursi I fundit, pra ndjekja përmes rrugëve gjyqësore të problematikës. Në Shqipëri për shembull kemi klinika ligjore, të cilat është mirë të vlerësohen. Nuk ka qenë qëllimi I këtij studimi të vlerësojë se sa çështje të ngritura në kuptimin me interes publik shkojnë përmes klinikave ligjore në drejt zgjidhjes për të marrë zgjidhjen në gjykat, megjithatë, ju e shikoni që ka një trend të ri I cili po lind, është 30% në Shqipëri, pra qytetarët, pasi kanë tentuar gjithçka, pasi marrin shumë kontakte, sepse me sa duket ka edhe shumë probleme të pazgjidhura, tani kanë filluar të shkojnë dhe tek avokatët. Në Kosovë akoma nuk ka ndodhur, në Serbi është vetëm 2%, ndërkohë që në Shqipëri është 30%. Unë mendoj që këtu kemi një përparësi të padiskutueshme në raport me rajonin, kështu duhet të jetë dhe le ta themi, kjo është, mendoj unë, ajo që duhet të ishte, si thua, terreni I ri I servirjes së interesit publik, pra jo disku si fjala vjen, ne kemi dëgjuar që një jurist zgjedh punoj kamarier, jo.